tashmë jemi këtu edhe me trajnerin e skuadrës Treviçës Petrice Qirin, I cili sonte ishte në vend të trajnerit Adis Beqiragish. Megjithatë, një pjesë e parë me të vërtet perfekte, gjithçka shkoi mirë dhe pavarësisht faktit që në pjesën e dytë Ylli e kontrolloi ndoshta pak më mirë, por ajo epërsia e krijuar dhe loja e treguar në pjesën e parë duket që ju ka mjaftuar për këtë fitore. Sa jeni të kënaqur me paraqitjen? Po, jemi të kënaqur sidomos me pjesën e parë. Ashtu si thatë edhe ju, I kemi vetëm 3 turnovers. Në sulm kemi qenë jashtëzakonisht të mirë, përqindje për 3 pikë, ku në fund rezultoi 30-15, sa e di unë, përpos kësaj kishim vetëm 3 topa të hupëm, që kontrolluam sulmin mjaft mirë, ajo tregon. Kurse çerekun e 3 dhe 4, mendoj se erdhi edhe te lodhja, kishim një roster më të shkurt. Kështu që pas asaj erdhen edhe deri te ato turnovers, ku nuk arritëm të kontrollojmë lojën në çerekun e 3 dhe 4, mirë po ajo epërsia e çerekut parë dhe dytë na ofroi një komoditet që të ruajmë atë epërsi deri në fund dhe të shkojmë si të them më të qetë në çerekun e 4. Ju pret një ndeshje ndaj Borrës. Borra deri më tash do thotë në gjysmëfinale të kupës. Deri më tash kishte edhe Borra një ecori perfekte dhe po tregonte lojra mjaft mira, megjithatë ata sonte regjistruan edhe humbje ndaj skuadrës Vllaznimit. Po gjithsesi këto lojë të kupës janë gjithnjë të vështira. Çka mund të presim nga ajo përballje? Po, sigurisht se do të jetë lojë e vështirë, ashtu si thatë ju, për kupë nuk ka secila ekip në Ligën e Kosovës mund të mposhtë secilin ekip, edhe ajo dëshmu, Borra ka qenë në një formë mjaft mirë, 5 fitore përpos kësaj sonte, edhe ka prej një Vllaznimit I cili është në Gjakov mjaft ekip 20% më e mirë se sa zakonisht, kështu që nuk ka asnjë befasi, do të jetë lojë e vështirë, do të përgatitem si çdo lojë, si për kupë, si për kampionat, ashtu maksimalisht duke I respektuar maksimum. Faleminderit shumë trajner dhe suksese edhe në vazhdim. Faleminderit. Atëherë ishim me trajnerin Petrice Qiri, për pak çaste presim edhe trajnerin Pak Olmës.